Bashkimi Evropian do të investojë 79 milion euro në Shqipëri për nxitjen e energjisë rinovueshme, një maskion në kuadër të integrimit. Komisioni i veprimtarive miratoi marrëveshjen e cila parashikon që fondi total të arrijë në 130 milion euro, pasi është bashkëfinancuese edhe qeveria shqiptare. Ami Kozeli, zëvendës ministër i infrastrukturës, tha se objektiv do të jetë rritja e eficiencës energjetike si dhe ngritja e infrastrukturës për automjetet elektrike. Kusha e parë është energjia e rinovueshme dhe eficiencë e energjisë, ku ne synojmë përmirësimin e eficiencës së energjisë në ndërtesat publike të 4 bashkive të përzgjedhura, duke rritur eficiencën e energjisë dhe ulur emetimet e gazave serë, zhvillimin e burimeve të energjisë së rinovueshme dhe lehtësimin e pasojave të mungesës së energjisë përmes alternativave të qëndrueshme. Programi përfshin instalimin e paneleve fotovoltaike dhe kolektorëve diellor, si edhe parashikohet që do të jenë 8.000 familje përfituese nga skema grantesh për sistemet ngjashme ku mund përmend sobat biomasa apo dhe turbinat me erë. Fusha e dytë është infrastruktura për automjetet elektrike. Këtu ne synojmë prapë sërish uljen e emetimeve të karbonit dhe parafrim me legjislacionin e BE-s. Po ashtu një pjesë e fondit do të përdoret për të ulur kostot që kanë ujësjellësat nga përdorimi i energjisë elektrike. Ku objektivi është rritja e eficiencës së energjisë dhe ulja e emetimeve në 7 ndërmarrje të ujësjellës kanalizime. Parashikohet përmirësimi i sistemeve të pompimit, instalimi i paneleve fotovoltaike me kapacitet deri në 15 MW. Ky fond parashikohet që të përdoret për periudhën 2024-2027.